Horoskopi ditor, 19 qershor. Dita kur një gjë e vogël mund të vendosë më shumë se sa mendon. Ka ditë kur njerëzit presin që gjithçka të ndryshojë nga një ngjarje e madhe. Por 19 qershori duket se funksionon ndryshe. Kjo është një ditë ku pesha më e madhe mund të fshihet tek gjërat më të vogla. Një zgjedhje që duket e parëndësishme. Një bisedë që zgjedh vetëm pak minuta. Një person që thot diçka pa e menduar 2 herë. Pikërisht aty mund të fshihet kthesa që ndryshon gjithë kuptimin e një situate. Disa shenja do të kuptojnë se kanë nënvlerësuar një mundësi. Disa të tjera do të shohin se një histori nuk ishte aq e përfunduar sa dukej. Ndërsa disa mund të marrin një sinjal që i shtyn të ndryshojnë drejtim. Kjo nuk është ditë për të ecur me autopilot. Është ditë për të qenë i pranishëm në çdo moment, sepse ajo që ndodh sot mund të ketë më shumë ndikim se sa duket në fillim. Dashi. Një shkëndijë e vogël mjafton për të ndezur një zjarr të madh dhe kjo mund të jetë energjia që të shoqëron sot. Një ide, një reagim ose një mundësi mund të duket e zakonshme në fillim, por të tregojë vlerën e saj më vonë. Në punë, një lëvizje e zgjuar mund të japë avantazh ndaj të tjerëve. Në financa, do të jetë e rëndësishme të mos marrësh vendime vetëm nga entuziazmi i momentit. Në marrëdhënie, një person mund të tregojë një anë që nuk e kishe parë më parë. Mos kërkoj gjithmonë rezultat të menjëhershëm. Kjo ditë favorizon ata që dinë të shohin potencialin e një situate përpara se ai të bëhet i dukshëm. Nëse arrin të jesh i vëmendshëm, mund të kapësh një mundësi me vlerë. Demi. Një derë e fortë nuk hapet gjithmonë me forcë, ndonjëherë hapet me çelësin e duhur. Sot mund të kuptosh se zgjidhja e një çështjeje nuk kërkon më shumë përpjekje, por një këndvështrim tjetër. Në punë, një situatë që dukej e bllokuar mund të fillojë të lëvizë. Në financa, një zgjedhje e matur mund të sjellë më shumë përfitim se sa një veprim i nxituar. Në marrëdhënie, një bisedë e qetë mund të ketë efekt më të madh se sa një debat i gjatë. Mos u përqendro tek ajo që nuk po funksionon. Kjo ditë favorizon ata që shohin mundësitë aty ku të tjerët shohin pengesa. Nëse arrin të ruash qetësinë, mund të kuptosh se një rrugë e re po hapet para teje. Binjakët. Një fjalë e vetme mund të ndryshojë drejtimin e një bisede dhe sot kjo mund të ndodhë më shumë se një herë. Komunikimi do të jetë çelësi i ditës tënde. Në punë, një informacion ose një takim mund të japë një perspektivë të re. Në financa, mos u mbështet vetëm tek ajo që dëgjon, kërko edhe detajet që mungojnë. Në marrëdhënie, dikush mund të surprizojë me sinqeritetin e tij. Mos e mbush ditën me shumë shpërqendrime. Kjo energji favorizon fokusin dhe dëgjimin e kujdesshëm. Nëse arrin të kuptosh jo vetëm atë që thuhet, por edhe atë që nënkuptohet, mund të marrësh një përgjigje që e ke kërkuar prej kohësh. Gaforja. Një valë e vogël mund të tregojë se po ndryshon e gjithë rrjedha e detit. Kjo është arsyeja pse nuk duhet të nënvlerësosh asnjë sinjal që merr sot. Në punë, një zhvillim mund të ndihmojë të kuptosh më mirë se cili drejtim të sjellë më shumë siguri. Në financa, do të jetë e rëndësishme të mos reagosh nga emocioni. Në marrëdhënie, një gest i vogël mund të ketë kuptim më të madh nga sa duket. Mos kërko përgjigje të menjëhershme për gjithçka. Kjo ditë favorizon reflektimin dhe intuitën. Nëse arrin të dëgjosh atë që po të thot instinkti, mund të fitosh një qartësi që të ndihmon jo vetëm sot, por edhe në ditët që vijnë. Luani. Një kuror nuk bëhet e rëndë nga pesha e saj, por nga përgjegjësia që mbar. Kjo ditë mund të vendosë në një pozicion ku të tjerët presin më shumë nga ti se sa zakonisht. Në punë, një situatë mund të japë mundësinë të tregosh aftësi drejtuese ose vendimmarrje të fortë. Në financa, një zgjedhje e mençur mund të ketë ndikim më të madh nga sa duket në fillim. Në marrëdhënie, dikush mund të kërkojë qartësi ose një përgjigje që e ka pritur prej kohësh. Mos e nënvlerëso ndikimin që kanë veprimet e tua tek të tjerët. Kjo ditë favorizon vetbesimin dhe maturinë.
Nëse arrin të ruash ekuilibrin mes forcës dhe qetësisë, mund të fitosh respekt dhe rezultate të rëndësishme. Virgjëresha. Një orëndrejqës nuk ndryshon të gjithë mekanizmin kur shen një problem, ai gjen pjesën që ka nevojë për rregullim. Kjo mund të jetë filozofia që të ndihmon më shumë sot. Një situatë që dukej e komplikuar mund të zgjidhet nga një detaj shumë i vogël. Në punë, organizimi dhe vëmendja ndaj hollësive do të bëjnë diferencën. Në financa, një kontroll i kujdesshëm mund të kursejë kohë ose para. Në marrëdhënie, një sqarim i vogël mund të largojë një paqartësi të madhe. Mos kërko zgjidhje spektakolare për çdo problem. Kjo ditë favorizon qasjen praktike. Nëse arrin të fokusohesh tek ajo që ka vërtet rëndësi, mund të përparosh shumë më shpejt se sa mendon. Peshorja. Një peshore nuk mat vetëm peshën e gjërave, por edhe vlerën që u jep atyre. Sot mund të kuptosh se po i kushton shumë energji diçkaje që nuk e meriton më. Në punë, një zgjedhje mund të të ndihmojë të dallosh më qartë prioritetet e tua. Në financa, mund të kuptosh se një rrugë është më e dobishme se një tjetër. Në marrëdhënie, një person mund të të tregojë qartë se ku qëndron. Mos e mbaj ekuilibrin me çdo kusht kur ai të kushton qetësinë. Kjo ditë favorizon vendimet e sinqerta. Nëse arrin të vendosësh atë që ka vërtet vlerë në vendin e parë, mund të ndjesh një lehtësim të madh. Akrepi. Një gjurmë e vogël mund të tregojë historinë e një rruge të tërë dhe sot mund të ndodhë diçka e ngjashme. Një detaj, një reagim ose një informacion mund të të ndihmojë të kuptosh më mirë atë që po ndodh rreth teje. Në punë, një zhvillim mund të zbulojë motive ose qëllime që nuk kanë qenë të dukshme deri tani. Në financa, do të jetë e rëndësishme të mos veprosh vetëm mbi intuit, por të kombinosh instinktin me faktet. Në marrëdhënie, një e vërtet mund të dalë në sipërfaqe. Mos nxito të japësh gjykime përfundimtare. Kjo ditë favorizon vëzhgimin dhe durimin. Nëse arrin të shohësh pamjen e plot përpara se të reagosh, mund të fitosh një avantazh të rëndësishëm. Shigjetari. Një shigjet nuk arrin larg sepse lëshohet me forcë, por sepse ka një drejtim të qartë. Kjo mund të jetë pikërisht tema e ditës tënde. Një situatë që ka qenë e paqartë mund të të tregojë më në fund ku duhet të përqendrosh energjinë. Në punë, një mundësi mund të të ndihmojë të shohësh më larg se sa e kishe planifikuar. Në financa, një ide ose një projekt mund të duket më premtues se sa dukej disa ditë më parë. Në marrëdhënie, dikush mund të të japë një sinjal që nuk duhet shpërfillur. Mos humb kohë duke parë pas. Kjo ditë favorizon lëvizjen përpara dhe zgjerimin e horizontit. Nëse arrin të ndjekësh drejtimin që të frymëzon më shumë, mund të afrohesh me diçka që e ke kërkuar prej kohësh. Britsjapi. Një urë e fortë ndërtohet për të mbajtur peshë dhe jo për të dukur bukur. Kjo është arsyeja pse sot do të ketë më shumë vlerë ajo që është e qëndrueshme se sa ajo që duket tërheqëse në sipërfaqe. Në punë, një përpjekje e bërë me durim mund të fillojë të japë rezultat të prekshëm. Në financa, një zgjedhje e kujdesshme mund të sjellë më shumë siguri për javët që vijnë. Në marrëdhënie, dikush mund të vlerësojë seriozitetin dhe besueshmërinë tënde. Mos kërko rrugë të shkurtra. Kjo ditë favorizon ndërtimin e diçkaje që zgjat. Nëse vazhdon me të njëjtën përkushtim dhe qetësi, mund të kuptosh se po afrohesh shumë më tepër me objektivat e tua se sa mendon. Ujori. Një ide e pazakontë shpesh duket e çuditshme derisa fillon të japë rezultate. Sot mund të ndihesh pikërisht në atë pikë ku diçka që dukej vetëm një mendim fillon të marrë formë. Në punë, kreativiteti yt mund të hapë një rrugë që të tjerët nuk e shohin ende. Në financa, një mundësi jo tradicionale mund të rezultojë më interesante nga sa duket. Në marrëdhënie, një surprizë ose një bisedë mund të ndryshojë atmosferën. Mos kërko të ndjekësh shembullin e të gjithëve. Kjo ditë favorizon individualitetin dhe guximin për të menduar ndryshe. Nëse arrin t'i besosh vizionit tënd dhe të mos hezitosh përballë së panjohurës, mund të dallosh një mundësi të veçantë. Peshqit.
Një yll nuk e humb dritën sepse kalon pas rreve dhe kjo është diçka që duhet ta kujtosh sot. Një situatë që duket e paqartë mund të mos jetë aq problematike sa mendon. Në punë, një zhvillim mund të të ndihmojë të kuptosh më mirë se cili drejtim të sjellë më shumë qetësi dhe stabilitet. Në financa, do të jetë e rëndësishme të mos veprosh nga frika ose pasiguria. Në marrëdhënie, një gjest i vogël mund të të tregojë më shumë se sa një premtim i madh. Mos e nënvlerëso intuitën tënde. Kjo ditë favorizon reflektimin dhe besimin tek ajo që ndjen. Nëse arrin të dëgjosh zërin tënd të brendshëm, mund të fitosh një qartësi që do të të ndihmojë shumë. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën pesha nëse mendon se kjo energji lidhet me ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.